Asnjëherë për këto afër 30 vjet në diskursin tim nuk ka qenë as nuk është fjalori që do të ishte denigrues. Por ne kemi pas provokime të rënda dhe atë hiç më pak se nga vozici i Aida Dergutit, i vetëvendosjes që unë e njoh dhe ka provoku neve zyrtarëve të LDK-s dhe tjerat si kam dëgjuar, s'kam dashur më ndëgjuar se çfarë ka thonë vetëm në fjalinë se çka keni lyp këtu, marrë do të më ardhë, unë ja kam kthye ajo që e keni ndëgjuar. Kjo ka qenë e tëra dhe ai zotnia punon këtu. Nuk kam desht, po e them sepse natyrën nuk e kam të tillë për me reagua ndaj njerëzve që fatkeqësisht edhe vozicët edhe militant, s'po them i detyroj, nuk po them kush e ka detyruar dikush apo jo, po sillen kësaj. Unë e them me përgjegjësi të plot, po të ishte vozici im që provokon kundërshtar politik, edhe i thyen ai një ditë s'kish punu me mua. Kjo është e vërteta dhe është e habitshme mas sa vite, 18 vite në liri, kundërshtar politik kanë edhe njerëz që ofendojnë zyrtarët, në këtë rast të LDK-s dhe zyrtarët e lartë të shtetit. Dan, më kanë thonë e ka emrin, po e njoh, Dani punon këtu. Dan Deliu, tash ndërkohë e kam marrë vesh, po e njoh sepse punojmë, unë jam që 7 vjet në kuvend, ai nuk është 7 vjet, po e njoh, më vjen keq, ndoshta asaj ose e kanë kapë emocionet, se zakonisht disa njerëz kanë dëshirë kur ka mos me u tregue patriot, edhe s'po e them tash, Dani edhe pse ne përshëndetemi është e habitshme. Unë nuk e punë falje, mu më vjen keq nëse dikush ka mund të, jo të ofendohet, po realisht mos ndihet mirë nga ky komunikim, por tash po e sqaroj edhe një herë, ky nuk ka pas të bëj fare me, siç është thonë pjesëmarrësit e tjera, ai ky ka qenë pjesëmarrës, po ky ka qenë një reagim për një mori provokimesh që na janë bërë nga ky punëtor ose militant i vetëvendosjes. Kjo është edhe herë, po e them, nuk është as në diskursin tim, as në etikën time familjare edhe politike, as më shumë ne në LDK nuk shquhemi për fjalor, sa herë kanë lyp me u kthy me sjellje këtë se kemi bërë, as nuk e bëjmë.